Mirëmbrëma të nderuar shikues, jemi në edicionin qendror në ekranin e News 24, le të njemi së bashku me titujt kryesor. Dëshmiere për korrupsionin e Ballukut, Bardhi thotë se ajo përcaktoi edhe nën kontraktorët e punimeve në aeroportin e Vlorës. Të dielën bëhen zgjedhjet në 5 bashki, 334.000 qytetar kanë të drejtë vote për të zgjedhur kryetarët e rinj. 1 miliard euro është buxheti i shëndetësisë për vitin 2026, Rama 15 milion euro vetëm për të prekurit nga kanceri. Kulla në Metropol, PD akuzon qeverinë se bën pastrim parash dhe aksioni të nis nga qendra e Tiranës. Furnizonte me armë bazat e krimit në Tiranë, arrestohet Tishu Shtaraku që përdorte taksin për aktivitetin. Albin Kurti thotë se është më e favorshme të votohet një qeveri afatshkurtër me Glauko Njufcën se sa të mbahen zgjedhje të reja. Në Francë u arrestuan 3 vajza të reja të konsideruara radikale, do të bënin atentat në qendër të Parisit. Një mega qytet me mbi 100.000 merimanga u zbulua në shpellën e sqyfurit në kufirin mes Greqisë dhe Shqipërisë. Doron jetë në moshën 69 vjeçare, figura më ikonike dhe më e njohur e festivalit të Sanremos, Pepe Vecchio. Le të njemi më gjerësisht me zhvillimet. Kreu i grupit parlamentar të PD-s Gazmend Bardhi me anë të një statusi në Facebook shprehet se intervista e biznesmenit Bexhet Pacolli ka zbardhur një tjetër aferë korruptive të Belinda Ballukut. Bardhi shton se përveç se ka parapartcaktuar fituesin e koncesionit për ndërtimin e aeroportit të Vlorës, Belinda Balluku përcaktonte edhe nën kontraktorët që do të kryenin punimet për ndërtimin e strukturave të aeroportit. Në këtë episod bëhet fjalë për ndërtimin e një hangari me vlerë 21.2 milion euro, për të cilin, siç thot biznesmeni Pacolli, Belinda Balluku i kishte dhënë fjalën një kompanie italiane, shkruan ndër të tjera Gazmend Bardhi. Sot është heshtje zgjedhore, ndërsa nesër do të votohet në 5 bashki të vendit në zgjedhjet e pjesshme. Janë mbi 334.000 votues me të drejtë vote që do të zgjedhin kryebashkiakët e ri, ndërsa vlen të theksohet se fushata zgjedhore ka qenë e zbetë dhe jashtë vëmendjes mediatike. Socialistët kanë kandidat në të 5 bashkit, ndërsa PD mbështet kandidatët e pavarur. Sot është heshtje zgjedhore, ndërsa nesër 334.539 votues të 5 bashkive do të votojnë për të zgjedhur kryebashkiakët e rinj. KQZ ka shpërndarë materialet zgjedhore në 5 bashkit: Vlorë, Berat, Cerrik, Mat dhe Pelen. Në 5 bashkit ku do të zhvillojnë zgjedhjet, Policia e Shtetit ka marrë në ruajtje 9 objekte zgjedhore, ku janë vendosur komisionet e KZAZ-ve, si dhe 473 objekte që do të shërbejnë si qendra votimi. Në total janë 612 punonjës policie që do të angazhohen për ruajtjen e objekteve zgjedhore dhe shoqërimin e materialeve. Policia e Shtetit i bën thirrje qytetarëve që të denoncojnë çdo rast që synon të tjetërsojë voton e tyre. Për herë të parë për këto zgjedhje të pjesshme, kandidatët thuajse nuk kanë bërë fushat ose kanë qenë jashtë fokusit mediatik, ku kanë munguar edhe liderët e partive të mëdha që nuk janë shfaqur në asnjë takim elektoral. Në Vlorë numri i qytetarëve me të drejtë vote është rreth 172.000, në Berat mbi 82.000, në Cerrik 39.000, në Mat 29.000, ndërsa në Tepelen 12.600. Partia Demokratike dhe opozita zyrtarisht nuk kanë kandidat të regjistruar në siglën e tyre, por kanë deklaruar mbështetjen për disa emra që kandidojnë si të pavarur, të cilët do të jenë përballë 5 socialistëve, por edhe disa emrave të tjerë. Mandati kryebashkiakëve të rinj do të jetë vetëm një vit e gjysmë, derisa të mbahen zgjedhjet lokale në pranverën e vitit 2027. Partia Demokratike akuzon qeverinë se e ka kthyer Tiranën në lavatriçe parash përmes kullave shumëkaqe. Zëdhënësja Genta Evangjeli shigjeton ministren e Brendshme Albana Koçiu, duke akuzuar për shoh mediatik dhe mbulim të aferave korruptive në ndërtim, në vend që të nisë aksionin nga qendra e kryeqytetit, sipas saj ku kullat e luksit po ngrihen mbi korrupsionin dhe pastrimin e parave.
Partia Demokratike ka reaguar ashpër ndaj aksioneve të fundit të qeverisë kundër ndërtimeve pa leje, duke i quajtur ato skenime për propagandë. Në një deklaratë për mediat, zëdhënësja e strukturës antikorrupsion Genta Vangeli akuzoi ministren e brendshme Albana Koçiu se po bën show publik me aksionin në liçenin e Thatë, ndërsa ndërtimet më të mëdha dhe më të dyshimta ndodhen pikërisht në zemër të Tiranës. Pak ditë më parë, ministra e brendshme Albana Koçiu, shoqëruar me nënkryetarin e Bashkisë Tiranë, drejtorin e përgjithshëm policisë shtetit, drejtoreshën e IMT, inskenuan një tjetër show publik në liçenin e Farkës për treguar për kushtimin e qeverisë kundër ndërtimeve pa leje. Nëse ky aksion do ishte real, ministra Koçiu duhet kishte filluar punën e saj vetëm disa metra larg zyrës cilës drejton, pikërisht në qendër të kryeqytetit, aty ku ngrihet kull pas kulle. Sipas Vangelit, qeveria nuk guxon të prek ndërtimet në qendër të kryeqytetit ku janë ngritur kulla dhe komplekse luksoze që po shërben si lavatriçe për pastrimin e parave. Le të fillonte me lejet e ndërtimit apo katet pa leje të Tiranas Rock, Book Building, Met Building Tirana, Ice of Tirana, West Residence, Kulla Pyll, Kubi Bllokut, Baun Tower e shumë të tjera. Pa harruar rezidencat luksoze se Tirana Festival City, Square 21, Fiori di Bosco, Tirana Splendor e 10 projekte të tjera gjigande që kanë rrethuar kryeqytetin me beton dhe parat pista. Sipas dhënave të Partisë Demokratike, vetëm në 7 vitet e fundit janë dhënë leje ndërtimi për rreth 12 milion metra katror si përfaqe banimi dhe komerciale, shumica e tyre në qendër të kryeqytetit. Sot, 1 metër katror në këto godina shkon deri në 5.000 euro. Një çmim sigurisht i papërballueshëm për banorët e thjeshtë, të cilët nuk kanë vend në to. Prandaj, shumica e tyre janë bosh. Tregues i qartë i pastrimit parave që po ndodh në sy të gjithëve. Partia Demokratike i bën thirrje SPAK-ut të hetojë lejet e ndërtimit të dhëna dhe zbatimin e tyre, burimin e fondeve dhe skemat e pastrimit të parave pas projekteve, si dhe lidhjet midis ndërtuesve dhe funksionarëve të lartë shtetëror. Për shëndetësi në buxhetin e vitit 2026 është parashikuar një fond prej 1 miliard eurosh, ku 15 milion euro shtesë janë akorduar për ribursimin e barnave për pacientët e onkologjikut. Sipas kryeministrit Rama, rritja e pagave do të vijojë për personelin spitalor, ndërsa theksoi se për herë të parë inteligjenca artificiale do të përdoret në shëndetësi. Kryeministri Edi Rama deklaroi se për shëndetësi në vitin 2026 është parashikuar një fond prej 1 miliard eurosh. Në një komunikim me ndjekësit në Facebook, Rama tha se 15 milion euro do të përdoren për rimbursimin e barnave të pacientëve të onkologjikut, ndërsa për herë të parë, sipas tij, për vajzat dhe gratë që fitojnë betejën me kancerin, rikonstruksioni i gjirit do të jetë falas. Për herë të parë, hapim një linjë financimi nga buxheti i shtetit vetëm për këtë nevojë jetike, duke futur 15 milion euro ekstra në shërbim të pacientëve të onkologjikut. Për herë të parë, shërbimi i rikonstruksionit të gjirit për gratë dhe vajzat që kalojnë kancerin do të jepet i plot për të gjitha dhe falas. Kreu i qeverisë tha se Ministri e Shëndetësisë Evi Sala do të udhëheqë projektin e ngritjes së Institutit Kombëtar të Tumoreve. Sipas Ramës, për personelin shëndetësor do të vijojë rritja e pagave, ndërsa shprehu ambicien që deri në 2030 asnjë strukturë shërbimi spitalor të mos jetë jashtë standardeve të Bashkimit Evropian. Ndërkohë, 4.600 mjek, infermierë dhe farmacistë, si dhe 14.200 teknik dhe laborant do të përfitojnë një rritje të re pagash, çka është edhe një mesazh i qartë për gjeneratën e re të bluzave të bardha se në Shqipëri qëndrohet dhe punohet me dinjitet, dhe se Shqipëria 2030 do të bëhet vendi ku ikja do të jetë thjesht zgjedhje individuale, jo imponim nga pamundësia për të qëndruar dhe punuar këtu. Kryeministri tha se 2026 do të jetë viti kur në shërbimin shëndetësor do të hyjë edhe inteligjenca artificiale, përmes një kompanie që shteti shqiptar po e krijon me një prej ekselencave të inteligjencës artificiale në shëndetësinë europiane. Në buxhetin e vitit 2026, kontratat koncesionare do të marrin gjithsej 120 milion euro, ku 10 milion euro janë vetëm për inceneratorin e Tiranës.
Në buxhetin e vitit 2026, financimet për kontratat koncesionare dhe projektet me partneritet publik-privat do të marrin 120 milion euro, ku vetëm 10 milion euro shkojnë për inceneratorin e Tiranës. Aktualisht në projekt buxhet janë aktiv 11 kontrata koncesionare. Në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë financimet për projektet ekzistuese mbeten thuajse të pandryshuara, ndër projektet kryesore kontrata për ndërtimin dhe operimin e rrugës së Arbrit ruan nivelin e financimit prej 3.36 miliard lek, ashtu si në vitin 2025, ndërsa shpenzimet për mirëmbajtjen e rrugëve parashikohen në 660 milion lek. Projekti për portin e jateve në Orikum mbetet në 860 milion lek, pa ndryshim nga viti paraardhës. Për 2 kontrata kryesore pritet të ulen. Programi check-upit për popullsinë 35 deri 70 vjeç parashikohet të financohet me 699.8 milion lek në vitin 2026, nga 876 milion lek në 2025-ën, ndërsa pagesat për shërbimin e doganave ulen let nga 1.52 në 1.5 miliard lek. Rënja më e madhe regjistrohet në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale. Projekti i sterilizimit të instrumenteve kirurgjikal dhe shërbimeve të dezinfektimit pëson një tkurrje drastike, duke zbritur nga 1.9 miliard lek në 2025 në vetëm 500 milion lek në 2026. Në nivel vendor, projektet e Bashkisë Tiranë që përfshin ndërtimin e shkollave dhe programet për eficiencën e energjisë pësojnë gjithashtu rënje të moderuar. Një ish ushtarak i forcave të armatosura ka rënë në pranga pasi dyshohet se furnizonte grupe kriminale me armë zjarri. 46 vjeçari nga Tirana përdorte taksinë e tij për të fshehur aktivitetin e palishëm, ndërsa ishte arrestuar dhe 3 vjet më parë për të njëjtën veprimtari. Një ish ushtarak dikur pjesë e repartit të Pez Helmezit ka përfunduar sërish në pranga pasi dyshohet se furnizonte grupe kriminale me armë zjarri. 46 vjeçari Altin Selami është ndaluar nga policia e Tiranës gjatë operacionit të koduar Gun Expert, i cili u zhvillua nga Komisariati i Policisë nr. 4 në bashkëpunim me seksionin e trafiqeve dhe në drejtimin e prokurorisë së Tiranës. Selami sipas zburimeve hetimore përdorte taksinë e tij për të transportuar armë dhe municione me qëllim që të shmangte kontrollet policore. Gjatë aksionit, efektivët sekuestruan 4 armë zjarri pistolet, sasi municioni luftarak, lëndë narkotike dyshuar si kokainë, si dhe pjesë të ndryshme armësh. Ky nuk është rasti i parë që emri ish ushtaraku del në qendër të hetimeve për tregti të palishme armësh. Në vitin 2022, ai ishte arrestuar dhe pezulluar nga detyra ushtarake pas dyshimeve se ndihmonte dhe furnizonte me armë grupe kriminale në Tiranë. Burime nga policia thënë se hetimet për rrjetin që ai mund të ketë furnizuar janë ende në zhvillim, ndërsa materialet janë referuar prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme. Një aksident i rënd rrugor ka ndodhur në orët e para të mëngjesit ku 2 automjete janë përplasur me njëri tjetrin duke shkaktuar vdekjen e njërit prej drejtuesve dhe pasagjerit që udhëtonte me të një shtetas 52 vjeçar. Policia e Lezhës sqaron se aksidenti ka ndodhur rreth orës 01:30 në aksin rrugor Lezhë-Milot. Nga veprimet e para hetimore në vendin e ngjarjes dyshohet se shkaki i aksidentit rrugor ka qenë pozicionimi i gabuar në karrexhat i automjetit me drejtues shtetasin me iniciale AG 33 vjeç, i cili rezultoi në gjendje të dehur. Po ashtu kanë ndikuar dhe kushtet atmosferike me rreshje të dendura shiu. 33 vjeçari është arrestuar në flagrancë, ndërkohë që grupi hetimor po vijon veprimet për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes. Autoriteti kombëtar i ushqimit ka bllokuar 25 ton misër serb në hanin e Otit pasi në bazë të analizave laboratorike ky produkt ka rezultuar i pasigurt për shëndetin e kafshëve me përmbajtje të lartë të aflatoksinës. Ushqimi i kafshëve me aflatoksinë përbën rrezik edhe për njerëzit sepse ajo depozitohet më pas tek qumështi. Autoriteti kombëtar i ushqimit ka bllokuar 25 ton misër serb në pikën kufitare të anit të Otit. Shkak është bërë pranija në sasinë e misrit të aflatoksin B1, e cila ka dalë mbi normat e lejuara për Shqipërinë. Kjo normë sipas burimeve për vendet e BE-s është e lejueshme, por në Shqipëri jo, për shkak se ka norma të tjera. Ushqimi i kafshëve me aflatoksin përbën rrezik edhe për njerëzit, sepse ajo depozitohet më pas tek qumshti, që konsumohet nga qytetarët. Autoriteti kombëtar i ushqimit ka marrë 10 mostra të cilat janë në proces analizimi.
Destinacioni final ishte qyteti i Elbasanit, ndërsa bëhet fjalë për Misër Blektoral Refugjo. Inspektorët e autoritetit kombëtar të ushqimit që ushtrojnë detyrën në pika doganore, në kuadër të monitorimit do të analizojnë çdo ngarkesë ushqimore në këto pika. Moti i keq ka përfshirë disa zona në qarkun e Elbasanit duke sjellë ulje të ndjeshme të temperaturave, rreshje të dendura shiu, breshër dhe era të forta. Sipas të dhënave gjatë natës së kaluar dhe orëve të paradites së shtunës në disa zona malore, veçanërisht në bashkinë e Gramshit, janë regjistruar stuhi të forta lokale të shoqëruara me rënje të pazakontë breshëri. Fenomeni është vërejtur gjithashtu edhe në disa fshatra malor të bashkive Librash dhe Prenjas, ku rreshjet e breshërit kanë qenë të dendura por me kozgjatje të shkurtër. Deri më tani nuk raportohet zyrtarisht për dëme materiale apo në bujësi të shkaktuara nga moti i keq, ndërsa autoritetet lokale po ndjekin situatën me kujdes në rast se kushtet atmosferike përkeqësohen më tej. Vijoj më tej me lajmet. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti në një intervistë për mediat lokale në Kosovë deklaroi se është më mirë që partitë opozitare të votojnë qeverinë e Glau Konjufcës se sa vendi të shkojë në zgjedhje në dhjetor. Opozita e ka në dorë që të zgjedhë rrugën e mëtejshme, ose Kurti drejt zgjedhjeve në dhjetor, ose Konjufca drejt zgjedhjeve në prill, theksoi ai. Kryeministri i detyrë i Kosovës Albin Kurti deklaroi se për vendin është më e favorshme të votohet Glau Konjufca për kryeministër sesa të shkohet në zgjedhje të parakohshme. Duke folur për mediat në Kosovë, Kurti nënvizoi se është më mirë që Kosova të ketë një qeveri afat-shkurtër deri në muajin prill dhe të votohet buxheti për vitin 2026. Tash së fundmi, natyrisht, meqenëse se nuk I mora 6 votet e nevojshme, dham edhe propozimin tjetër. Pa vonesë, me këtë do të merremi me një herë pas balotazhit dhe çfarë duhet të theksuar është që opozita ka në dorë që ta zgjedh rrugën e mëtutjeshme. Ose Kurti 2.5 drejt zgjedhjeve në dhjetor, ose Konjufca 1 drejt zgjedhjeve në prill. Për Republikën e Kosovës më e favorshmja është të votohet Glau Konjufca dhe ta kemi një qeveri e cila e voton buxhetin e Republikës Kosovës, planin e rritjes për Bashkimin Evropian, pastaj buxhetin për Radio Televizionin e Kosovës, buxhetin për ato 3 komunat që kanë ngelur fatkeqësisht me buxhetet vitit 2024, siç është Prishtina, Gjilani dhe Zubin Potoku, mund të ketë disa marrëveshje të tjera ndërkombëtare dhe të bëhemi gati që në prill të shkojmë në zgjedhje për shkak se duket që kur me kaq shumë vështirësi mbërrihet tek numri 61 për zgjedhje apo për zgjedhje të presidentes e kemi të vështirë të bëjmë 80 deputet në sallë. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani me gjithë kundërshtimin e partive të drejtanishme opozitare mandatoi në orët e vona të së martës zyrtarisht Glau Konjufcën nga lëvizja e vetëvendosje për të formuar qeverinë e re të Kosovës. Konjufca pason si mandatar Albin Kurtin pasi ky fundit 10 ditë më parë nuk ka arritur të krijojë mazhorancën parlamentare për të krijuar qeverinë. Konjufca sipas kushtetues ka afat 15 ditor për të prezantuar në kuvend përbërjen e re të ekzekutivit që duhet të marrë mbështetjen e të paktën 61 deputetëve për të zgjedhur kryeministër. Ndërkohë do të njihemi me zhvillimet e fundit ndërkombëtare. 3 vajza franceze të moshës 18, 19 dhe 21 vjeç janë arrestuar në Francë, të dyshuara për planifikimin e një atentati ndaj vendeve publike në Paris. Arrestimet ndodhen pak ditë para përvjetorit të 10 të sulmeve të 13 nëntorit 2015 në Bataclan. Sipas prokurorisë kombëtare antiterroriste, të rejat konsiderohen të radikalizuara. Hetimet tregojnë se ato kishin diskutuar për përdorimin e armëve dhe eksplozivëve, megjithse nuk ishin zgjedhur ende një objektiv konkret. Avokatët e tyre kërkojnë kujdes dhe paralajmërojnë kundër përfundimeve të nxituara, duke theksuar se vajzat mund të kenë shprehur fantazi, jo plane reale. Hetimet vazhdojnë për të përcaktuar seriozitetin e synimeve të tyre.
Bllokimi i buxhetit në Kongres ka bërë që më shumë se 5.000 fluturime në SBA të anulohen ose të vonohen të premte në ditën e parë të rregullave të reja që detyrojnë linjat ajrore të zvoglojnë trafikun ajror. Aeroportet po punojnë me numër të reduktuar kontrollesh ajrore si pasojë e bllokimit të buxhetit në Kongres. Më shumë se 5.000 fluturime në SBA u anulluan ose u vonuan të premten në ditën e parë të rregullave të reja që u detyrojnë linjat ajrore të zvoglojnë trafikun ajror gjatë bllokimit të buxhetit federal. Rregullat e reja hynë në fuqi të premten në 40 nga aeroportet më të mëdha të vendit për të lehtësuar presionin mbi kontrollorët e trafikut ajror dhe punonjësit e tjerë federal që raportuan se po punojnë pa pagesë mes bllokimit historik të financimit federal. Për të menaxhuar mungesat e personelit, Administrata Federale e Aviacionit lëshoi një urdhër emergjense që urdhëronte një ulje prej 4% të fluturimeve, e cila do të rritet në 10% deri në fund të javës së ardhshme. Urdhri që ndikon në aeroportet kryesore në New York, Los Angeles, Chicago dhe Washington DC, u miratua pasi kontrollorët e trafikut ajror kishin raportuar lodhje gjatë mungesave të personelit, ndërsa punojnë për të siguruar që hapësira ajrore e SBA-s të mbetet e sigurt për pasagerët. Vazhdimi i punës pa pagesë për më shumë se një muaj ka bërë që shumë kontrollorë të trafikut ajror të sëmuren nga stresi dhe të tjerët të detyrohen të gjejnë punë të dyta për të siguruar ushqimin. Fox News njoftoi se shkurtimet në fluturime mund të arrijnë 20% nëse mbyllja e qeverisë vazhdon dhe kontrollorët e trafikut ajror vazhdojnë të mungojnë në punë. Mbetet e paqartë se kur do të përfundojë bllokimi i buxhetit, por së fundmi ka pasur lëvizje në Capitol Hill, ndërsa në javët e para të bllokimit nuk kishte diskutime mes republikanëve dhe demokratëve në Kongres. Sulmet ruse në Ukrainë u intensifikuan gjatë natës duke goditur objektet e energjisë dhe ndërtesat e banimit në të gjithë vendin. Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, tha se këtë të shtunë se mbi 450 dronë dhe 45 raketa të llojeve të ndryshme u lëshuan nga Rusia gjatë natës. Rusia kreu një sulm të madh me dronë dhe raketa duke goditur gjatë natës disa rajone të Ukrainës. Zyrtarët Ukrainas thanë se shënjestër kryesore e sulmeve ishin infrastruktura e energjisë dhe ndërtesa civile. Presidenti i Ukrainës, Zelensky, tha këtë të shtunë se mbi 450 dronë dhe 45 raketa të llojeve të ndryshme u lëshuan nga Rusia në Ukrainë, duke thënë se sulmi kishte për shënjestër jetën normale të qytetarëve. Për çdo sulm që Moska kryen ndaj sistemit tonë të energjisë është një përpjekje për të dëmtuar njerëzit e zakonshëm para dimrit, deklaroi Zelensky. Në Arkiv u pezullua shërbimi metros dhe pati ndërprerje të energjisë elektrike, si dhe ujë të pishëm. Transporti elektrik u zëvendësua me autobus dhe u hapën qendra ku ofrohet ngrohje banorëve. Operacionet hekurudhore raportohet se u ndërpren në mënyrë të konsiderueshme në rajonin e Poltavës. Sa i përket dëmeve ndaj civilëve, u raportua për një sulm rus me dronë në një ndërtesë banimi nënkatëshe, ku shkatërruan 2 kate dhe të paktën 2 persona humbën jetën. Do të njemi me zhvillimet kryesore nga futbolli. Ylber Ramadani dhe Medon Berisha, 2 legionarët kuqezi, po kalojnë një formë të shkëlqyer në Serie A, duke u shndruar në lider absolut në radhët e Lecces. Forma e tyre vendos në vështirësi edhe trajnerin Silvinho përpara sfidës me Andorrën. Nuk është koha për të eksperimentuar, është koha për të marrë 3 pikët e plota ndaj Andorrës. Për këtë është i qartë trajneri Silvinho dhe të gjithë në radhët e ekipit përfaqësues. Më 13 nëntor, tekniku kuqezi pritet të besojë të njëjtëve lojtarë që shkruajnë historinë në Serbi, por brenda një muaji balancat kanë ndryshuar jo pak mbi të gjitha në mesfush. Të periudhë Aslani po has shumë vështirësi te Torino, me mesfushorin kuqezi që ka humbur statusin e tij si titullar. Por në të njëjtën kohë, në Serie A po bëjnë ligjin 2 mesfushorë të tjerë shqiptar, Ylber Ramadani dhe Medon Berisha. Dikur në fillimet e Silvinhos, Ramadani ishte i paprekshëm në kombëtare, por pak nga pak e humbi këtë status, me Silvinho që preferon Julian Sheun dhe Qazim Laçin përkrah Aslanit. Ramadani është rikthyer në versionin e tij më të mirë këtë sezon në radhët e Lecces, ku në 10 ndeshjet e fundit ka zbritur gjithnjë si titular, duke grumbulluar 874 minuta në total.
Në 10 javët e parë, Ramadan është lojtari që ka vrapuar më shumë se Ena, plot 115.9 kilometra. Jo vetëm Ramadani, një formë fantastike po kalon dhe me Don Berisha, me këtë të fundit që u vlerësua nga media italiane si lojtari më i mirë i javës së 10 së Ena. Forma e dy lojtarëve të Lecces mund të sjellë një ndryshim të rëndësishëm në skemat e Silvinjos në vigjilje të transfertës për Ballon d'Orës. Kids Lecce back in this game with a wonderful free kick up and over the wall. Pasi njohu rivalët në kualifikuesit e botrorit, kombëtarja e vajzave është njohur dhe me kalendarin e plot ku nis gjithçka me Malin e Zi më 3 mars të 2026-s. Kombëtarja e vajzave njohu pak ditë më parë ekipet kundërshtare që do të ketë përballë në kualifikueset e botrorit Brazil 2027. Vajzat kuqezi janë pjesë e grupit B1 dhe do të përballen me Walesin, Çekin dhe Malin e Zi në këto eliminatore, teksa tashmë është vendosur edhe kalendari plot i ndeshjeve të Shqipërisë për këtë kompeticion. Skuadra jon do ta nisë rrugëtimin e transfert ndaj Malit të Zi në 3 mars 2026. Pas 3 ditësh, në 7 mars, Shqipëria do të luajë ndeshjen e parë në shtëpi ndaj Çekisë. 2 ndeshjet e radhës do të zhvillohen në prill 2026. Ndeshja Wales-Shqipëri do të luhet në 14 prill, ndërsa në 18 prill vajzat kuqezi do të presin në shtëpi po Walesin në takimin e kthimit. Shqipëria do të mbyllë rrugëtimin në kualifikueset e botrorit 2027 në muajin qershor. Sfida Çeki-Shqipëri do të luhet më 5 qershor. Ndeshja e fundit me Malin e Zi do të luhet në vendin tonë në 9 qershor 2026. Oraret dhe stadiumet për këto takime do të vendosen në vijim. Këtë të shtun u luajtë ndeshjet e radhës të javës së 11 superiores. Vllaznia është takuar përsëri me fitoren, teksa triumfoi 1-0 në Shkodër ndaj Dinamos. Goli i vetëm i sfidës mban emrin e Bekim Balajt, pas vetëm çerekore loj. Dinamovitët u përpoqën që të reagojnë, por vetëm kaq pasi nuk ndryshuan dot fatet e këtij takimi. Tirana poson disfat 0-2 ndaj Vorës, duke konfirmuar edhe një herë sezonin negativ që po kalon. Pas kësaj humbje e bardheblut mbyllin klasifikimin me 6 pikë. Vora është në vendin e 6 me 14 pikë. Maestro Pepe Vesikio, kompozitori dhe dirigenti me pjesëmarrje në rreth 30 festivale të Sanremos, ka ndëruar jetë në moshën 69 vjeçare. Ai ndoroi jetë sot pasdite në Spitalin San Camillo në Rom, ku ishte shtruar pas një ndërlikimi të papritur në mushkëri. Giuseppe Vesikio, i njohur për të gjithë si Pepe, është një nga figurat më ikonike dhe të njohura të festivalit të Sanremos dhe të muzikës italiane, i aftë të kombinonte profesionalizmin e kualifikuar me një popularitet të gjerë, të konsoliduar dhe fal rolit të tij si mësues në shfaqjen e talenteve Amici të Maria De Filipit. Karriera e tij është e lidhur pasgjithshmërisht me Festivalin e Muzikës së Sanremos, ku ai ka qenë një pjesëmarrës i rregullt që nga viti 1999. Ai ka bashkëpunuar me emrat më të mëdhenj të muzikës italiane dhe ndërkombëtare. Dy librat më të rinj të shkrimtarit Pjetër Meta, kushtuar Gek Sokolit, u promovuan këtë të shtun mes familjarëve të tij, por edhe shumë miqve të tjerë. Një prej djemve të tij tha se ky libër për të do të thotë shumë, sidomos për brezat e rinj, ndërsa gjatë një videomesazhi u përmend jeta e vështirë dhe përpjekjet e bëra për Gek Sokolin që të shpëtonte nga sytë e hasmit të tij. Shkrimtari Pjetër Meta sjell dy librat e tij të rinj kushtuar Gek Sokolit, pedagogu të inxhinierisë pyjore. Promovimi nisi me një video mesazh që tregonte jetën e Gek Sokolit. Viti 1939, për familjen e Sokol Zenunit, ishte një gëzim i madh, se lindi Gek Sokoli, por edhe tragjike. Një muaj pas lindjes u vra Sokoli, babai i Gegës, në ditën e pushtimit fashist, në një tentativ për thyrjen e burgut në Shkodër. Pas kësaj nisi epoka e trisht, të gjithë u larguan duke lënë pas gjithçka, shtëpinë dhe bagëtinë. I vetmi mashkull që mund të vritej nga hasmi ishte Gega, por nuk mund të vritej pa i bërë 18 vjeç, sipas kanonit. E në këto rrethana shumë të rënda, pa asnjë shteg mbi jetese, nëna e Gegës vendosi të martohej
dhe zgjodhi brenda fshatit bashkëshortin e saj të dytë, Mark Qerimin. Marku vendosi që Gegën në moshën 8 vjeçare ta çonte në shkollë duke e larguar kështu edhe nga sytë e Hasmit. Vite më vonë nisi edhe përpjekja për të shuar gjakrat. Në videomesazh, krimtari Pjetër Meta kujton një prej momenteve më të vështira që sipas tij Geg Sokoli ja kishte treguar. Më ka treguar një moment Gega kur është nisur në Rumani me studime, të gjithë ishin grupe me djalin ose me vajzën që do flutureshin dhe Gega ishte i vetëm. Ndërsa një prej djemve të protagonistit kryesor të librit tha se ky libër dëshmon qartë jetën e babait të tij të ndjer. Sot, ndërsa mbajmë në duar këtë libër, është sigur e ndjejmë pranë midis nesh babën tonë Geg Sokolin. Dhe në hershin e këtij momenti e dim se ai buzëqesh, diku krenar që jeta e tij dhe puna e tij dhe dashuria për njerëzit nuk u harruan. Këngë valle nga veriu në jug ngjite në skenën e teatrit të operas këtë të shtunën. Titullin Shqipëri o nëna ime, koncerti shënon nisjen e festave të muajit nëntor. Në titullin Shqipëri o nëna ime, ansambli i këngëve dhe valleve popullore mban këtë të shtunë në skenën e teatrit kombëtar të operës dhe baletit, një premier absolute me këngë dhe valle që përcjellin gurrën popullore. Nga jugu në veri, më të mirat e kulturës e traditës ngjiten në skenë si për të ngritur siparin e festimeve të nëntorit që shënojnë festat zyrtare në vend. Sa i përket valles shqiptare, edhe ajo është konceptuar si një rrugtim i flamurit, duke filluar me vallen Çame dhe duke përfunduar me vallen e Kosovës me motive të Drenicës. Pra, dhe vallja ka ndjekur të njëjtën logjik të gjithë koncertit jubilar dhe sigurisht ajo që cilët për ne mbetet një sfidë është gjithmonë integrimi i të rive në momentet solistike të vallave. Koncerti do të hapet me këngën Jemi lira, jem të uta, që është nga këngët që unë mendoj që bashkon të gjithë shqiptarët ku folet shqip dhe ku ka prezencë shqiptarësh, dhe do të mbyllet po ashtu me këngën e mbasimit kombëtar Shqipëria nëna ime. Polifoni, korale dhe motive këngësh të njohura interpretohen nga solistët e teatrit dhe zërat e njohur të skenës përfshirë Kastriot Tushën e Josif Gjipalin. Them do të jetë një shfaqje e mrekullueshme, do të jetë performancë e valleve, e solistëve, do kemi në krah tenorin e mrekullueshëm Josip Gjipali që na nëron në gjithë skenat e botës. Në moto na bashkon flamuri, artistët do të interpretojnë pjesë që përfaqësojnë vende e tradita të ndryshme shqiptare. Në ambientet e bibliotekës publike atë Gjergj Fishta në Lezhë u promovua vepra Vula me autor gazetarin Marash Mirashi. Vepra vjen si një reflektim mbi absurditetin kur realia gërshetohet me trillin artistik. Në qytetin e Lezhës u promovua romani i shkrimtarit dhe gazetarit Marash Mirashi me titull Vula. Vepra e re vjen si një gërshetim mes reales dhe imagjinares, duke vendosur lexuesin përballë një universi ku realiteti dhe fantazia ndërthure në mënyrë befasuese. 2 vitesh me vinte si ide për të përfshirë edhe Vulën, këtë betejë groteske qesharake të një etniteti politik në Shqipëri. Por më duke sikur Vula ishte në të vërtetë kaq e madhe si ngjarje, ishte një prallë e jashtëzakonshme dhe unë nuk e përfshiva te romani i parë për por e lash me një anë për t'ju rikthyer. Sigurisht që unë jam një pozitë shumë të veçantë se Marash Mirashi është një prej personazheve të shënuar mirë në historinë e re të letërsisë shqipe, po them letërsisë tonë bashkëkohore. Gjatë promovimit, autori Marash Mirashi foli për gjuhën e veprës, për pushtetin e simboleve dhe lojën e shenjave që ndërtojnë kuptimin e botës sonë të përditshme. Romani Vula është një grotesk ndaj shoqërisë shqiptare, ndaj politikës shqiptare. Është një mënyrë për të dhënë tek lexuesit një prallë moderne,
pasi po ta shohim me vëmendje, gjithçka që ka ndodhur për Vulën është më fiction se sa vetë realitet, se sa vetë letërsia. Është si thua një lojë ku spektatorët, ata që i kanë votuar njerëzit, janë të privuar nga mundësia për të gjetur tek ata që i kanë besuar votën e tyre për të gjetur gjërat që atyre interesojnë. Autori theksoi se Vula është edhe një reflektim mbi absurditetin e përditshëm, i cili shpesh maskohet si normalitet, duke e bërë lexuesin të pyesë veten se ku qëndron kufiri mes arsyes dhe absurdit. Ndërsa eksploronin një shpellë squfuri në kufirin Shqipëri, Greqi, shkencëtarët zbuluan rrjetën më të madhe të merimangave të regjistruara ndonjëherë. Mega qyteti i madh që shtrihet në më shumë se 100 metra katror është shtëpia e rreth 100.000 merimangave. Specie të ndryshme merimangash kanë ndërtuar shtëpinë e tyre në kufirin mes dy vendeve, lajm i cili ka tërhequr vëmendjen e mediave ndërkombëtare. Studiuesit e huaj kanë zbuluar atë që mund të jetë rrjeta më e madhe e merimangave në botë, një megaqytet araknidësh i mbushur me 10 mijëra merimanga në një shpellë në kufirin Shqipëri-Greqi. Rrjeta e sapo zbuluar është një strukturë masive që shtrihet në 106 metra katror dhe është shtëpi e një kolonie prej rreth 69.000 merimanga shtëpiake të njohura edhe si endësi i gypave të hambarit ose tegenaria domestika, dhe 42.000 merimangave të llojit vagan prinerigon, një specie merimange ense fletësh. Merimangat sociale krijojnë rrjeta të përbashkëta që mund të strehojnë mira prej tyre, dhe gjetja e një strukture gjigande rrjete të banuar nga një specie ndryshe e vetmuar është tashmë mjaft e rrallë, por kur më parë studiuesit nuk kishin dokumentuar një rrjet bashkëpunuese të endur nga individ që i përkasin specieve të shumta të ndryshme. Eksploruesit hasën për herë të parë rrjetën gjigande gjatë një studimi nëntoksor të jetës së egër në vitin 2022. Ata u raportuan megaqytetin e merimangave studiuesve, të cilët më pas bën vizita të shumta në shpellë me hyrjen e saj në Greqi dhe seksione të thella në Shqipëri për ta studiuar atë më tej. Studiuesit testuan mostrat e ADN-s për të konfirmuar identitetin e specieve që thurin rrjetën. Ajo që është edhe më e jashtëzakonshme në lidhje me këtë rrjet është se të dyja speciet në të janë normalisht të vetmuara. Ato zakonisht nuk ndajnë fare rrjeta. Duket më mbreslënse në këtë shpellë është një rrjetë e madhe merimange koloniale që mbulon rreth 100 metra katror të murit të shpellës dhe përmban 69.000 ekzemplar të domestikas dhe 42.000 ekzemplar të vagans, shkruajnë ata në një studim të botuar në Subterranean Biology. Ulëmtuesit vlerësuan se si araknidat mbjetuan në kushte të vështira të shpellës pa rrezet e diellit dhe me nivele të larta të gazit toksik të sulfurit të hidrogenit. Analiza e ADN-s zbuloi se merimangat ishin të ndryshme nga të afërmit të tyre jashtë shpellës, duke sugjeruar se ato ishin përshtatur me mjedisin unik të shpellës. Ju ftoj tani me materialin në vazhdim në zemër të natyrës së Korçës. Në ngjyrat e mrekullueshme të vjeshtës do të zbulojmë dardhën, fshatin ku çdo rrugicë, çdo pemë dhe çdo pamje ka një histori për të treguar. Ndiqni e dytin e përgatitur nga Lorena Kodra dhe Renato Shkurti. Që mbuluam fletët, të dy ecim qetësisht, pas gustosaj ka shtruar vjeshta, qylim të verdh natyrisht. Ndoshta me mira vjet më parë, mbi këtë vend ku ne kaloj, të tmerrshëm rendin dinozaur, dhe përbin qa gjithë farsoj. Parkun që mbuluam fletët, të dy ecim qetësisht, pas gustosaj ka shtruar vjeshta, qylim të verdh natyrisht. Dhe ndoshta si një ndres bet, jo fanit një mufti von, ky park që mbuluam fletët, ku pas kushtit pa shkon. Që të vije ka që bukur,
me këta floke me këtë hap, koha klime e gëzbuti, akunajat dhe umbrasht, ai nuk kysin do të ndryshe, s'kish se si. Dhe shtu shtukeshin për pinqa, që te kjo botë të vijen ti. Na 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 E nuk isin do të ndryshe, s'kish se si. Dhe shtu shtukeshin për pinqa, që te kjo botë të vijen ti. Që mbuluam flet, të dy me ecim qetësisht, pas gustosaj ka shtruar vjeshta, që lym të verdh naturisht. Dhe ndoshta si një ndresme, i vanit një muzgi von, dy park që mbuluan fletët, ku pas qetësht i bashkon, që të vije ka qenë bukur, me këta floke me këtë koha klime e gëzbuti, akunajat dhe umbrasht, e nuk isin do të ndryshe, s'kish se si. Dhe shtu shtukeshin për pinqa, që te kjo botë të vijen ti. Na 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 E nuk isin do të ndryshe, s'kish se si. Dhe shtu shtukeshin për pinqa, që te kjo botë të vijen ti. Dhe nuk ishsin do të ndryshe, s'kish se si. Dhe shtu shtukeshin për pinqa, që te kjo botë të vijen ti. Sipas shkencëtarëve, ndryshimet klimatike po ndikojnë në shkaktimin e uraganëve më të fortë dhe më shkatërrues. Për më tej, njehemi me materialin në vazhdim. Shkencëtarët thonë se ndryshimet klimatike po ndihmojnë në nxitjen e uraganëve më të fortë dhe më shkatërrues. Ndryshimet klimatike po i bëjnë uraganët më të lagësht, më me erë dhe në përgjithësi më intensiv. Ekzistojnë gjithashtu prova se ndryshimet klimatike po bëjnë që stuhi të lëvizin më ngadalë, që do të thotë se ato mund të sjellin më shumë rreshje në një vend. Nëse nuk do të ishin oqeanet, planeti do të ishte shumë më i nxehtë për shkak të ndryshimeve klimatike. Por në 40 vitet e fundit, oqeani ka thithur rreth 90% të ngrohjes së shkaktuar nga emetimet e gazrave ser. Pjesa më e madhe e kësaj nxehtësie oqeanike qëndron pranë sipërfaqes së ujit. Kjo nxehtësi shtesë mund të ushqejë intensitetin e një stuhie dhe të fuqizojë erërat. Drejtori i Institutit Grantham për mjedisin dhe ndryshimet klimatike në Londër, Ralph Tomi, shpjegon fenomenin e uraganëve dhe ciklonëve dhe se si ndryshimet klimatike ndikojnë tek ato. The role of climate change in terms of how they Roli i ndryshimeve klimatike në mënyrën se si ato ndikojnë në frekuencën dhe intensitetin e ciklonëve është i ndërlikuar, por ne zakonisht e ndajmë në dy pjesë kryesore. Së pari, intensiteti i ciklonit përcaktohet kryesisht nga temperatura e oqeanit. Pse është kaq e rëndësishme temperatura e oqeanit? Sepse ajo ndikon në sasinë e lagështisë që ngjitet në atmosferë, dhe pikërisht kjo lagështi është energjia e vërtetë për uraganët, ciklonët dhe tajfunët. Kur kjo lagështi kondensohet, ajo çliron nxehtësi
e cila nga ana tjetër ushqen qarkullimin atmosferik që formon stuhin. Pra lagështia e marrë nga oqeani është një pjesë thelbësore e procesit të forcimit të ciklonit. Në ndikimin e ndryshimeve klimatike, ne presim që oqeanët të jenë më të ngrohtë, atmosfera të përmbajë më shumë lagështi dhe përpasoj stuhit të bëhen shumë më intensive. Ndryshimet klimatike gjithashtu mund të rrisin sasinë e rreshjeve të sjella nga një stuhi. Për shkak se një atmosferë më e ngrohtë mund të mbajë edhe më shumë lagështi, avujt e ujit grumbullohen derisa rreth të shpërthejnë, duke shkaktuar shi të rrëmbyeshëm. Gjatë sezonit të uraganëve në Atlantik në vitin 2020, ndryshimet klimatike rritën normat e rreshjeve në stuhit me forcë uragani me 8% deri 11% sipas një studimi në prill të vitit 2022 në revistën Nature Communications. Bota është ngrohur tashmë 1.1 gradë Celsius mbi mesataren paraindustriale. Shkencëtarët në administratën kombëtare oqeanike dhe atmosferike të SHBA-s, NOAA, presin që me 2 gradë Celsius ngrohje, shpejtësia e erës së uraganëve mund të rritet deri në 10%. NOAA gjithashtu parashikon se përqindja e uraganëve që arrin nivelet më intensive, kategoria e 4 ose e 5, mund të rritet me rreth 10% këtë shekull. Deri më sot, më pak se 1/5 e stuhive kanë arritur këtë intensitet që nga viti 1851. So tropical cyclones are Ciklonet tropikale janë qarkullime në shkallë shumë të gjerë, janë stuhi të mëdha rrotulluese. Ato mund të jenë në shkallën e 1000 kilometrave, sisteme vërtet të mëdha që rrotullohen në kahun kundër orar, dhe kjo është arsyeja pse I quajmë ciklone. anti-clockwise, and that's why we call them cyclones. To start off tropical cyclones, there are sort of several conditions that we need. The ocean needs to be quite warm, so we have sort of Së pari, oqeani duhet të jetë mjaft I ngrohtë. Zakonisht kërkohet që temperatura e ujit të jetë rreth 26 gradë Celsius. Kjo është diçka mjaft e zakonshme në zona tropikale, por jo në gjërësitë mesatare. Prandaj ciklonet tropikale formohen kryesisht në rajonet tropikale. Kushti tjetër është rrotullimi I tokës. Pra na duhet një forcë rrotulluese që ndihmon në krijimin e lëvizjes ciklonike. Kjo është arsyeja pse ciklonet tropikale nuk formohen pikërisht në ekuator. Përveç kësaj nevojiten edhe disa kushte të përshtatshme atmosferike. Një element I rëndësishëm është I ashtuquajturi shkëputje e erës, që do të thotë ndryshimi I shpejtësisë ose drejtimi të erës mes shtresave të poshtme dhe atyre të sipërme të atmosferës. Nëse ky ndryshim është shumë I madh, atëherë maja e ciklonit prishet, duke bërë shumë të vështirë zhvillimin e tij. Prandaj ciklonet tropikale zhvillohen më mirë në kushte të buta, ku shkëputja e erës është e vogël dhe erat në të gjitha lartësitë janë të lehta dhe të qëndrueshme. benign conditions, which is low shear, so very little wind at all altitudes, ambient winds, if you like. Ciklonet tropikal janë me të vërtet një term gjithëpërfshirës që ne e përdorim në kërkime, por në vende të caktuara njerëzit përdorin fjalë të ndryshme. Pra, në paqësorin lindor të Atlantik njerëzit flasin për uraganët, në paqësorin veriperëndimor njerëzit flasin për tajfunët, kudo tjetër në botë njerëzit flasin për ciklonet tropikal. Pra, ciklonet tropikal janë termi gjithëpërfshirës, ndërsa tajfunët dhe uraganët janë disi specifike rajonal, por fizikisht ato janë identike, nuk ka ndryshim fizik midis tyre. Është thjesht një marrëveshje e emërtimi që ka mbetur për arsye historike në të vërtetë. So the intensity of the tropical cyclone Intensiteti I ciklonit tropikal tradicionalisht e matim me atë që e quajmë shpejtësia maksimale e erës ose shpejtësia e qëndrueshme e erës. Pra shpesh nuk kemi një matje të drejt për drejt të kësaj mbi oqean, por kemi matje indirekte nga satelitët, trazirat e detit, strukturat e reve. Më pas ne vlerësojmë shpejtësinë maksimale të erës, dhe këto shpejtësi të erës më pas vendosen në kategori të ngjashme. Ekziston shkalla Saffir-Simpson e cila përdoret gjërësisht për uraganët, kështu që kjo është ideja e një kategorie 1 drejt në një kategori 5, ku kategoria 5 është kategoria më e dëmshme e shpejtësisë së erës. So tropical depression actually forms Depresioni tropikal në fakt formohet herët. Këto janë ndryshime të vogla në presion, kështu që kjo është ajo që ne mund të quajmë depresion. Nëse mendoj për një ciklon tropikal të zhvilluar plotësisht, mund të jetë 990 hektopaskal. Kufiri minimal I shpejtësisë së erës që përdorim për të quajtur një sistem uragan ose tajfun është 33 metra në sekond.
Ky është pragu referues që përcakton kur një stuhi klasifikohet si uragan i kategorisë së parë. Pra kjo është shpejtësia më e ulët e erës që mund të ketë një uragan. Drop in the pressure, and it's sort of a nascent storm, really. That's what we would call a tropical depression. Sezoni tipik për uraganët po ndryshon, pasi ngrohja e klimës krijon kushte të favorshme për stuhit në më shumë muaj të vitit, dhe uraganët po zbarkojnë në rajone shumë larg normës historike. The question of frequency is a different one. It's a question of what are the dynamical conditions. So what are the wind conditions? Çështja e shpeshtësisë është diçka tjetër. Ajo lidhet me kushte dinamike, pra cilat janë kushtet e erës që lejojnë formimin e ciklonëve në radhë të parë. Gjithashtu nevojiten edhe modelet e qarkullimit të gjerë atmosferik që nxisin formimin e depresioneve tropikale. Këto janë pyetje dinamike për të cilat shkencëtarët janë ende më pak të sigurt në kontekstin e ndryshimeve klimatike. Megjithatë, është mjaft e sigurt se stuhitë do të bëhen më të fuqishme, ndërsa shpeshtësia e tyre mund të ulet disi. Çështja që të shqetëson më shumë është se numri i uraganëve më të fuqishëm, pra atyre madhore, mund të rritet si pasojë e ndryshimeve klimatike. Florida në Shtetet e Bashkuara të Amerikës përballet me numrin më të madh të uraganëve që zbarkojnë, me më shumë se 120 goditje të drejtpërdrejta që nga viti 1851 sipas NOAA-s. Megjithatë, në vitet e fundit disa stuhi po arrin intensitetin maksimal dhe po zbarkojnë më në veri se sa në të kaluarën. Ky trend është shqetësues për qytetet si New Yorku, Bostoni, Pekini dhe Tokyo, ku infrastruktura nuk është e përgatitur për stuhi të tilla, tha shkencëtarja atmosferike Alison Wing në Universitetin Shtetëror të Floridës. Uragani Sandy, megjithse vetëm një stuhi e kategorisë së parë, ishte uragani i katërt më i kushtueshëm i SBA-s i regjistruar ndonjëherë, duke shkaktuar $81 miliard humbje, kur goditi bregun verilindor në vitin 2012. Sa i përket kohës, aktiviteti i uraganëve është i zakonshëm për Amerikën e Veriut, nga qershori deri në nëntor, duke arritur kulmin në shtator, pas një akumulimi të kushteve të ujit të ngrohtë gjatë verës. Megjithatë, stuhitë e para të emëruara që arritën në tokë të SBA-s tani e bëjnë këtë më shumë se 3 javë më herët se sa në vitin 1900, duke e shtyrë fillimin e sezonit në maj, sipas një studimi të botuar në gusht në Nature Communications. E njëjta tendencë duket se është në gjirin e Bengalit të Azis, ku që nga viti 2013 ciklonet janë formuar më herët se zakonisht, në prill dhe maj përpara musonit të verës, sipas një studimi të nëntorit 2021 në Scientific Reports. The issue about intensification is that Çështja shqetësuese e fuqizimit të uraganëve është se po, ne mund të përshtatemi dhe duhet të kemi sisteme më të mira paralajmërimi të hershëm, por klima jon po ecën drejt një rrugë të pakontrollueshme. Prandaj nuk mjafton vetëm përshtatja, duhet edhe të stabilizojmë klimën. Kjo do të thotë se ulja e emetimeve të gazeve serë është po që e rëndësishme sa dhe përshtatja me ndryshimet që po ndodhin tashmë. Ka një kufi se sa shumë mund të përshtatemi përballë diçkaje që është jashtëzakonisht katastrofike. Ne mund të parashikojmë mjaft saktë se kur dhe ku do të godas një ciklon, por ende kemi vështirësi në parashikimin e saktë të intensitetit të tij. Kështu ndodh që ndonjëherë njerëzit mendojnë se bëhet fjalë për një stuhi të zakonshme, të menaxhueshme, por ajo papritur del shumë e fuqishme se sa pritej. Në përgjithësi me rritjen e intensitetit të uraganëve priten shumë më tepër dëme dhe komunitetet bregdetare do të jenë në vijën e parë të goditjes. Për të përgatitur ndaj ciklonëve ekziston koncepti i sistemit të paralajmërimit të hershëm. Ky sistem nuk është thjesht një parashikim moti, ai përfshin edhe kthimin e parashikimit në veprim konkret. Veprimi më i zakonshëm që ndërmarrin komunitetet është evakuimi. Pra, nëse parashikohet një uragan, tajfun ose ciklon tropikal i fuqishëm, njerëzit duhet të largohen nga zona e rrezikut. Kjo sigurisht do të thotë të lësh pas pasuritë, madje ndonjëherë investimet e tua të jetës, si shtëpia apo prona të tjera. Prandaj dëmet materiale janë pothuajse të pashmangshme, por humbjet e jetëve njerëzore mund të shmangen nëse evakuimi kryhet me kohë. Sa i përket dëmeve materiale, ne dimë si të ndërtojmë më mirë. Në varësi të burimeve që ka një vend ose një individ, është e mundur të ndërtohen ndërtesa më rezistente. Megjithatë, ekziston një dallim i madh midis vendeve të zhvilluara dhe atyre në zhvillim, sa i përket qëndrueshmërisë dhe sigurisë së ndërtesave përballë stuhive të forta. There's a very large difference in developing countries and developed countries in terms of how resilient the buildings are.
Uraganët kanë nevojë për dy përbërës kryesor, ujin e ngrohtë të oqeanit dhe ajrin e lagësht. Kur uji i ngrohtë avullon, energjia e nxehtësisë transferohet në atmosferë. Kjo nxit erërat e stuhisë që të forcohen. Pa të, uraganët nuk mund të intensifikohen dhe do të shuhen. Por cili është ndryshimi midis ciklonit, tajfunit dhe uraganit? Ndërsa teknikisht është i njëjti fenomen, këto stuhi të mëdha marrin emra të ndryshëm në varësi të vendit dhe mënyrës se si janë formuar. Stuhit që formohen mbi oqeanin Atlantikus e pajësorin verior, qendror dhe lindor quhen uragan, kur shpejtësia e erës të tyre arrin të paktën 119 km/h. Deri në atë pikë, ato njihen si stuhi tropikale. Në Azinë Lindore, stuhit e dhunshme dhe të vorbullta që formohen mbi pajësorin veri perëndimor quhen tajfun, ndërsa ciklonet dalin mbi oqeanin Indian dhe pajësorin jugor. Kemi mbërritur kështu në fund të këtij edicioni informativ. Për më tepër mund të na ndiqni në faqen tonë Ballkan Web me të gjitha lajmet e fundit nga vendi dhe bota dhe në të gjitha rrjetet tona sociale. Faleminderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim.